Pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të së dielës, Bashkimi Evropian reagoi duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të procesit demokratik dhe zhbllokimit të situatës politike në Kosovë. Përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme të sigurisë, Kaja Kallas, komisionerja për zgjerim Marta Kosk, kërkuan që qeveria e re të dyshojë përpjekjet për reformat që lidhen me integrimin evropian dhe ratifikimin e marrëveshjes të parashikuara në planin e rritjes së BE-s në mënyrë që Kosova të përfitojë nga instrumentet dhe mundësitë që ofron ky plan. Një deklaratë e përbashkët Kallas dhe Kosën vizuan se procesi zgjedhor i së dielës ishte në përputhje me përmbarimet demokratike dhe vlerësuan pjesëmarrjen aktive në të gjitha komuniteteve dhe partive politike. Misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve i dërguara nga BE-ja do të vazhdojë të monitorojë zhvillimet pas zgjedhjeve për të siguruar një kalim të qetë dhe të lirshëm drejt formimit të institucioneve të reja. Bashkimi Evropian gjithashtu kërkon nga Parlamenti i Kosovës që sapo të konstituohet të ratifikojë marrëveshjet e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, një instrument i miratuar për periudhën 2024-2027 që ofron mundësi konkrete për zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e standardit të jetesës për qytetarët. Në këtë kontekst, është ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë, Rainer Rudolf, premtoi bashkëpunim me institucionet e reja dhe përgëzoi Kosovën për organizimin e zgjedhjeve. BE-ja dhe partnerët ndërkombëtar presin që formimi i qeverisë së re të sjellë stabilitet dhe përparim duke lehtësuar rrugën drejt reformave dhe integrimit evropian dhe duke shmangur bllokadën politike që ka prekur vendin gjatë vitit 2025.